Një ngjarje e frikshme u shënua pak pas orës 4 të mëngjesit të së premtes në qytetin e Lezhës, ku një shkëndijë elektrike solli përfshirje nga flakët të bllokut elektrik të një pallati 10 katësh, i ndodhur pranë shëndetores Gjergj Fishta. Zjarri shpërtheu papritur në sistemin e shpërndarjes së energjisë, duke krijuar panik tek banorët e pallatit. Për shkak të tymit që dëpërtoi në ambientet e brendshme, një pjesë e tyre u detyruan të dalin jashtë në orët e para të mëngjesit për të shmangur rrezikun për jetën dhe shëndetin. Menjëherë pas njoftimit, forcat zjarrfikse dhe policia bashkiake mbërritën në vendngjarje, duke marrë masat e nevojshme për shuarjen e flakëve dhe sigurimin e daljes së banorëve nga godina. Ndërhyrja e shpejtë bëri të mundur që zjarri të vihet nën kontroll dhe të shmanget përhapja e tij në pjesë të tjera të pallatit. Nga zjarri fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por dëmet materiale janë të konsiderueshme, pasi bloku elektrik u doq pothuajse i gjithi. Në vendngjarje ndërhyn gjithashtu edhe ekipet e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të cilët nisën menjëherë punën për rikthimin e energjisë elektrike në pallat. Ndërkohë, dyshohet se mbi ngarkesa në rrjet ka qenë shkaku kryesor i incidentit, që çoi në shpërthimin e zjarrit.